Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që keni ardhur në konferencën për media të kombëtarëve shqiptarë pas ndeshjes me Serbinë këtu në stadiumin Dubotica të Leskovcit. Jemi me trajnerin Silvin që do të përgjigjet pyetjet tuaja dhe do të fillojmë një herë sa më shpejt me Enos Karço. Përshëndetje mister. Enos Karço nga televizionit shqiptar. Unë do të bëj kompliment herë për të arritje historike të Shqipërisë në një transfer si kjo me Serbinë. Dhe nëse do të ketë një pyetje, ajo është sa peshk e hequr nga supet me këtë rezultat sot. Prima complimentit per questa vittoria storica per Albania e se ti posso fare una domanda, quanto peso hai portato delle sue from your shoulders? Oh là là. Un pesante, una cosa Përshëndetje, mirë brama. In 10 secondi, 15. È stata una settimana molto buona di lavoro, ma con molta pressione sul lavoro, su una partita decisiva. Lettonia è stata anche decisiva, vince Lettonia, arriva qua in condizioni, oggi vince, va Andorra in condizione ancora di qualificarci. Ma questa è stata una partita, sappiamo, voi sapete molto bene, una partita molto dura, difficile. Mai abbiamo vinto un campo duro, un avversario potente, calciatore importante. Abbiamo fatto molto bene, abbiamo preparato tutti i calciatori, sono molto fieri di tutti loro, hanno rappresentato benissimo il nostro paese. Sì, ho tolto 200 kg nelle spalle, minimamente 200, peso 75, ho tolto 200. Nga 78 kg pesha e trupit, kam hequr të paktën 200 kg. Ka qenë fakt një javë mirë pune, ka pasur presion në lidhje me punën, por siç e kemi thënë më përpara që kjo ishte një ndeshje decisive. Edhe Letonia ndeshja kundër Letonisë ishte ndeshje decisive që të arrinim këtu në këtë pikë, por sigurisht pas kësaj ndeshje Andorra është fakti që fituam, sigurisht që kalojmë tek ndeshja e radhës edhe jemi në rrugën për kualifikim. Ishte një ndeshje shumë e vështirë, në një fushë shumë të vështirë me një kundërshtar të fortë, por jam shumë krenar për gjithë lojtarët, për atë çfarë kanë bërë edhe shkojmë përpara. Do ta vetëm shumë shkurt. Trajneri Stojanov që mbylli me fjalinë që do t'i kërkoj falje kombit serb për humbjen sot. Ne natyrisht kombi shqiptar do të themi faleminderit. Ty kam një pyetje. I 4 trajner që ti e largon nga bankina, mos e bëre mod vrastari këtyre trajnerëve? L'allenatore Stojkovic ha detto che io chiedo scusa al tutto popolo serbo, ma noi albanesi ti diciamo grazie. È il quarto allenatore che tu mandi via, diciamo, dal lavoro? Perché quarto? Cechia, Poland. No, ma no, ci sta. Përshëndetje, mirë brama. No, noi dobbiamo fare il nostro lavoro, sappiamo che la vita di un calciatore è difficile. Io ho vissuto come 15 anni, ma la vita di un allenatore è ancora peggio. È molto difficile, non è mica semplice, un giorno sta bene, un altro giorno non sta bene. Indietro di una partita di calcio c'è tante cose. La palla entra, non entra, il momento non è momento, si perde un calciatore, infortunio, c'è tanto. Ma è calcio, è vita, io sono qui, ma no, io sono preoccupato in fare un bel lavoro. Sono fieri di tutti noi albanesi, siamo contenti, felici, tutti. Abbiamo fatto un passaggio molto importante. Non è deciso, non è finita, ancora c'è tanto da fare, ma oggi è stato un passaggio molto importante.
Sot ishte një hap shumë i mirë, nuk ka mbaruar asgjë, por kemi bërë një hap shumë të mirë përpara. Kjo është fakt puna e një trajneri, është një jetë goxha e vështirë, e kam provuar 15 vite të jem si lojtar, që është e vështirë, por nga ana tjetër të jesh trajner është akoma dhe më tepër, më keq, sepse një ditë je mirë, një ditë je keq, një ditë ke momente që mund mos i kesh lojtarët në gjendjen e duhur, kështu që pas punës së një trajneri dhe një ekipi ka shumë momente që nuk dallohen, nuk duken. Dhe i tillë është futbolli dhe e tillë është jeta, por jam shumë krenar me atë çfarë kanë bërë lojtarët, jam shumë krenar për gjithë popullin shqiptar, edhe jemi shumë të lumtur edhe shumë të kënaqur për këtë ndeshje. Po Kristi. Kristi Atlari. Mister, a është vërtet që tensioni i kësaj ndeshje kaloi vetëm duke pirë ujë me gaz dhe sa shishe konsumuat që nga fillimi i ndeshjes? Bottiglia, acqua con gas. È vero che la pressione di questa partita è passato solo bevendo acqua gazzata? E quante bottiglie avete preso? Përshëndetje Chris, ci conosciamo già da tempo, da 2 anni e mezzo. Alcuni aperitivi importanti abbiamo fatto insieme. Sì, da lavorare con tutti gli staff. La testa del calciatore, del primo giorno di video, riunione, fare capire e convincere il calciatore che aveva la possibilità di vincere qua è stato importante. Loro non credo, hanno preso la possibilità, hanno lavorato benissimo, tutti loro. Sono molto fieri, sì, ci toglie un press importante, una partita difficile. Io sempre l'ho detto, non era una partita normale, verità è verità, è una partita molto dura, difficile. C'è un aspetto geopolitico, c'è di tutto indietro, poi sì, fieri di tutti i calciatori e della nostra gente, certamente. Në fakt e tillë është puna me stafin, që punohet në çdo detaj, edhe duke filluar që nga mbledhjet, nga videoanaliza që bëhet me lojtarët, edhe ajo çfarë ishte më e rëndësishme në këtë ndeshje është të bindësh lojtarët që të shkojnë drejt fitores, që realisht kishin potencialin për ta fituar këtë ndeshje, dhe ata e morën si mundësi edhe si përgjegjësi dhe bën një punë shumë të mirë në këtë ndeshje. Kishte shumë gjëra pas kësaj ndeshje, që si në aspektin gjeopolitik, por edhe sportiv, por që jemi shumë të lumtur edhe krenar me atë çfarë kanë bërë lojtarët. Pes me gas. Pes me gas. Let. Mister Ledar Kuka, ABC News, furime për fitoren. Faleminderit. Është folur shumë për këtë skuadër që ka potencial, por ishte një skuadër e re dhe ende jo e pjekur sa duhet për të arritur suksese të rëndësishme. Ndoshta kjo fitore këtu në këtë ndeshje po tregon atë që ky ekip është pjekur aq sa duhet që ne mund t'i besojmë që vërtet është skuadra e duhur për të fituar. Faleminderit. Abbiamo detto che questa era una nuova squadra con giovani, diciamo, ma aveva potenziale, ma non aveva la maturità di vincere partite importanti. Ma questa partita ha dimostrato che noi possiamo avere fiducia in questi giocatori che sono nuovi, giovani, ma possono fare grandi cose. Përshëndetje. Giusto. Io ho iniziato il meeting oggi da dire a tutti loro che già tanti di loro hanno cresciuto. È un europeo, questa è una costruzione, ragazzi, il calcio è duro. Quando tu vai in europeo, gioca contro Italia, Croazia, Spagna, già l'Europeo 2016, qualcuno già era lì, quello ci dà una crescita importante per andare in partite come questa. L'ho detto loro, attento, erano 4-5, erano tanti, forse adesso dimentico, Gianeri, Wairami, Aslani, Mario. Oh, no, già non siete quello calciatore dell'Under 21, finita allora c'è un background già che inizia importanti e per metterci fuori in queste partite. È così, un giorno vinci, un giorno perdi, ma sì, sono fieri di tutti loro, crescono con la competizione con partite di questo calibri, partite importanti, loro hanno risposto benissimo, di accordo con la domanda, magari la risposta è stata all'altezza della domanda. Ndoshta edhe pyetja ju përgjigj fakt për vet asaj çfarë doni të dini. Fakt në takimin përpara ndeshjes, këtë diskutova edhe me lojtarët që ky ekip ka pasur një rritje sepse gjithë puna me kombëtarën është të ndërtosh një ekip, edhe sigurisht që eksperjenca që ne kemi pasur edhe gjatë Europianit të luash ndeshje kundër Spanjës, kundër Italisë, kundër Kroacisë, sigurisht që të krijojnë një lloj rritje tek lojtarët, edhe do të përmend disa prej tyre si Hoxha, Nitin Bajrami, Aslani,
Mario Mita, nuk janë më lojtarë nga U21, janë lojtarë të rritur të cilët kanë krijuar një lloj backgroundi dhe tashmë mund të bëjnë shumë mirë në ndeshje. Në futboll mund të ndodhë çdo gjë, një herë mund të humbasësh, një herë mund të fitosh, por e rëndësishme është që në ndeshje të tilla janë ndeshje të cilat një ndeshje me një kalibër të tillë janë ndeshje që të rrisin si lojtarë dhe lojtarët janë përgjigjur shumë mirë skemave për një ndeshje të tillë. Yes, please. You need. I need, because he doesn't have I think I don't have English. I think so. Yeah, no, I don't. Okay. Poštovanje gospodine Silvinjo, možete li da nam kažete kako ste se osjećali u Srbiji, kako biste ocenili atmosferu i čitavo gostoprimstvo? Da li ste osjećali neku neprijatnost, pošto je ovo ipak bila utakmica koja donosi i nešto više od igre? I drugo pitanje je, da li ste možda pričali i kritikovali strelca gola Manaja zbog provokativne proslave ispred klupe Srbije, zbog koje je moglo umalo da dođe i do incidenta i tuče igrača? Mister, come hai sentito qui in Serbia e cosa hai pensato dell'atmosfera anche nello stadio, anche qui in Serbia? E avete criticato Manaj per la maniera come ha festeggiato il gol, perché poteva andare in un incidente dopo quel momento? Përshëndetje. I'm sorry. No, puoi parlare in italiano. Certo, no, sì, ma përshëndetje gli albanesi. Lui non mi capisce, è come io osservo. Ma guarda, io non l'ho visto, ma certamente se lui ha preso un cartolino giallo, sicuramente ha fatto qualcosa. No, non mi piace in questo senso. Lui è un bellissimo calciatore, esperiente, calciatore importante, è il massimo capocannoniere praticamente di questa squadra. Oggi ha fatto 10 gol, mi sembra, con l'Albania. Ma al di là di quello io penso che tanto serve a noi con il Servi poi abbiamo avuto un bel rispetto in campo. Alla fine ragazzi questo è calcio, il calcio è lì per sfruttare, certamente uno le emozioni, no? Ma dopo è calcio, è un sport, quello per aggregare. Sono assolutamente contento da ieri che abbiamo arrivato qua, oggi partiamo, niente, nessun problema, anche io sono assolutamente sicuro che Serbia quando è stato lì in Tirana nessun problema. Ripeto che calcio è pace, calcio è sport, calcio è per aggregare la gente. Sinceramente rispondo, se ha un cartolino giallo è perché lui forse ha fatto qualcosa, dopo le sento e parlo. Në fakt nuk e kam parë si episod, por fakti që ai ka marrë një karton të verdh për këtë gjë do të thotë që mund të ketë bërë diçka. Faktikisht ai është një lojtar shumë i mirë, ka eksperiencë, është lojtar i rëndësishëm për ekipin ton. Madje është ndër golashunuesit më të rëndësishëm të ekipit ton, të ekipit që kemi tashmë me rreth 10 gola. Mes skuadrave ka pasur respekt në fush, por I tillë është futbolli, ka emocionet e veta edhe sigurisht që duhen shijuar momentet të saktuara. Po jam I lumtur nga ajo çfarë kemi parë dje, nga në shumë momenti I parë që ne kemi ardhur, nuk kemi pasur asnjë problem dhe jam I sigurt që edhe kur Serbia ka ardhur në Tiranë ka pasur po ashtu një mikpritje të mirë. Por futbolli duhet japi mesazhe të paqes edhe të sjellë lumturi për tifozët. Anche da solo finire e diceva Federico, è vero, noi già siamo qua da 24, non ha avuto nessun problema ragazzi, veramente un'accoglienza buonissima, di amicizia, di rapporto, tutto molto bene, molto tranquillo. Një raport shumë I mirë, shumë non aspettavo un'altra cosa, non aspettavo un'altra cosa. Nuk prisja diçka tjetër, ka pasur një mikpritje shumë të mirë dhe asnjë lloj problemi që nga dje që kemi ardhur këtu. Okej, faleminderit, kjo ishte pyetja e fundit. Ju uroj gjithë mirë. Faleminderit Sabina. Grazie.